Ndeshja e zhvilluar këtë të shtunë në stadiumin Liri Ballabani të qytetit të Burrelit mes ekipit Matjan dhe Ati Krutan ka përfunduar me porta të paprekura, por 93 minuta loja s'djem të skuadrës së Burrelit e ato të Kastriotit nuk kanë mundur të gjejnë rrjetat e portave respektive. Ndonse loja pati disa episode që mund të kishte rezultat tjetër, futbollistët në fushë nuk arritën të finalizonin aksionet e nisura. Një pikë për secilin skuadër ishte ajo që fituan të dy ekipet pasi gjyqtari kryesor i takimit, Olsi Yzeriraj, sinjalizoi përfundimin e gjithë lojës. Kjo pikë e marrë ka shërbyer Kastriotit të Krujës për të mbajtur vendin e 6 në renditjen e përgjithshme me 21 pikë në total në 16 javë kampionat, ndërsa Burreli të qëndroi në vendin e 7 me 20 pikë të grumbulluara deri tani. Takimet e tjera të luajtura këtë të shtunë përfunduan Laçi Skënderbeu 2-1, Pogradeci Kukësi 2-0, Iliria Luftëtari 1-1 dhe Apolonia Korabi 0-3. Pas përfundimit të javës së 16, Skënderbeu vijon të qëndrojë në vendin e parë me 34 pikë, ndërsa janë afruar me 4 pikë Laçi me 30 pikë në total dhe Pogradeci me 5 pikë diferencë, 29 pikë të grumbulluara deri tani.